Edhe për Berom, edhe për veten time, do bëj këtë mëlsim të thjesht për të gjitha mbisat, mos shpenzojmë nga durët e veta dhe të freskët sigurisht. Të dashur ndjekës, sot për ju do bëj një mëlsim, do ta bëj për Bajram, edhe ju ndjeksa që ju kam që s'du t'ju shpenzoj shumë. Është mëlsirë e lehtë dhe shumë e shijshme për këtë stim pranvere. Fillimisht kam mori tenxhere, duhet tenxheria me fund të ljon, dhe do t'i hedh këtu kam mudh 10 lugë të këtilla, 10 lugë me miell. Ja, jo shumë e moj miellin, po ja, 10 lugë për 2 kg qumësht. Ja. Do ta bëj me 8 lugë sheqer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugë po i hedh. Edhe i që kryp, pa tjetër që kjo lloj mëlsine do dhe pak kryp për shije, me mojt lugës. Ja, e përzit tash i këtot bashkarisht. Ndes vatrën, tu kam 2 litra qumësht. E hudh qumshin, si që është munoni të gjeni qumësht fshati, ose deli ose lope. Ja, si që kam marrun, se janë receta të vjetra dhe dun pa tjetër yndyrë. Tash i mori përzit gjitha, avash avash. Do ta vazhdoni me një zjarr mesatar, që mos u njisi poshtë, se krijon një djegësim, edhe prishet dhe aroma. Po pam që fillon me mor val, atëherë do ta largojmë, dhe do e lejmë 10 minuta me orë në dorë, për t'i ra vezët. Në 1 kg e gjysmë qumësh do përdorni 2 kokra, kurse unë kam 2 kg, dhe do përdor 3 kokra vezë të plota, si që jam. Munoni t'i rrini te koka, sa jo njit, e ju bëhet dhe topa, ju shkon donë. Tash i mori val, do t'a largoj, s'kam punë më me zjarrin, po do t'i hedh 1 lugë nga vanilje përzime me sheqer pluhun, që të marri dhe aromën e mirë të vaniljes. Tash ti e largoj, e lej tash të ftofet për t'i hudh vezët. Tash t'i kshu i rrath si qënë, të treja, pa sheqer, pa gjë. Ja, u bo një mas. Nga që është me të bardhën, duhet rrath pak mirë, deri 2-3 minuta. Tash u bon 10 minuta. I hudh vezët. Të lidhet me vezën, brumi, të bëhet një mas. Tash ti e largoj, e lej të ftofet, mirë, se do mere me pregatitjen e petve, që këtë qumështor do t'a bëj me 5 pet. Mund t'a bëni dhe me pet të bleme, të gatshme, është akoma më kollajli. Marrun pun me kremin, e kemi lënë të ftofet, tash mere me gatimin e petve. Këtu kam zënë 300 gram miell. 3 të para do t'i lej që do vendosen në tepsi, do t'i lej pak më të mdoja për të dalë pak më jashtë, që të mlidhet qumështori, ndërsa 2 tjera do t'i lej pak me topta më të vogla, ja. Marr 2 që janë më të plota, të mdoja, që të bëhet akoma më i madh, se e kam i qik tepsin të madhe, i muloj me një leckë të butë, brumin e kam zonë me një të verdh veze, për arsye se ta llogarisja si brumi i baklavas, që të vi peta më e shkrifët në gojë. Tash ti mori ly pak me një seshte. Edhe për ato që nuk kam mundësi e shnet, po unë më rre menja, edhe unë nuk është se jam shumë mirë, po ç'a të bëj? I kam si detyrë për veten time, që t'ju tregoj dhe ju imtësisht dhe t'i haj dhe vetë nga durët e mia.
Kaq. Petën e lyj pak, tu kam përzi 2 filxon, kam me ynyr, 1 filxon vaj dhe 1 filxon të lën. Se është tip ëmbëlsine, shkon shumë, po edhe peta kur ka pak vaj, bëhet më e shkrifët, edhe coptohet dhe në gojë, nuk të lodh, dhe kësaj pete unë do t'i hudh pak një pudrosje të lehtë me një seshte. Edhe do i punoj dyshe, kështu e kam adet, i punoj dyshe, se nuk më munojnë dhe shumë. Ashtu e hap. E kam llogarit për këtë tepsi. Duhet pa tjetër, ju thash që të rrim pak petët jashtë, e i hudh pak të lyn të përzi, mënyra duhet jetë pa tjetër me të lyn dhe me vaj. Jo shumë, shumë pak duhet, sa me ledhatu pak me të lyn, them unë edhe me vaj, se nuk e pranon shumë mënyrën kjo. Ashtu e bëj me prap me ynyron. I hudh pak sheqer pluhur, pra nesi u hudha dhe mrena, se do në çdo petë, do pak sheqer pluhur, edhe pak kanellë. Vazhdoj me petën tjetër, 2 të fundit, do t'i bëj baraz, me tavën, ja, që mos ngelen më buzanësore. Vazhdoj prap me sheqerin pluhur, edhe pak me kanellën. Edhe tash t'i hudh edhe pak ynyr. Është shumë ekonomike kjo lloj recete nga ynyra. Është i hudh prap pak sheqer, kanellë, hudh edhe i pik ynyr, çdo vend kështu. Tash hedh qullin, që është i ftohtë. Gjatë kohës që bëhen petat, hapet në një enë, edhe përzihet vazhdimisht, që të mos zej kore, kremi. Tash i këto petat, i kthejmë kështu, i lak pak se e lagim edhe komplet qullin. Tash i marr dhe i hudh edhe sheqerin pluhur. Pak anë. Dhe e kam gati për në furrë, me një furrë, me 180 gradë, e pa që ku të kuqërej me fshin pak anët dhe ndez furrën. Ja dhe byreku me petë ose qumështori, si mund t'i themi. E nxora nga furra, tash është shumë i nxehtë për momentin, është kuqërem ashtu siç duhet, do ta lej derisa të ftofet, pastaj do t'ju prezantoj dhe ju. Po pa u ftof mirë ky 4-5 orë, këtë nuk mund ta presë se humbet edhe forma. Gëzuar dhe ju Bajramin, dhe na bëft mirë dhe ne.